Podcast me Gjemi Agaj. Sonde me ne është Arta Regjepi dhe Iliriana Latifi nga Fondacioni Artiste Foundation. Arta Iliriana, mirë se erdhët në Albin Oda Podcast. Faleminderit. Faleminderit. Ne jem sot këtu të flasim për një fondacion të ri i cili mbrëm me datën 22 nëntor, sot është datë 23 nëntor, ditë e djele, është bërë promovimi tek Konsullata e Republikës së Kosovës, fondacioni me ri që quhet Artiste Foundation. Arta, do filloj me ty. Pse Artiste Foundation? Pse emri Artiste? Në fakt, kur e hapa fondacionin, e kam ndru emrin një 2-3 herë dhe një ditë u zgjova thash, a diçka, gjithë familja, gjithmonë më kanë thirrë artiste, shoqënia, babi ima patlon emrin si e vogël artiste dhe gjithë bëj shaka me motrën tem të voglën Tringa, se si që dini ajo është këngëtare artiste, thëmë i kanë gatru babi u dash Tringës me alon emrin artiste, përse unë mirëna me tjera gjëna shkrimi, kësit gazetari, edhe ajo gjithmonë ka qenë pjesë e emrit tim, unë mendoj që është një pjesë e identitetit tem si Arta dhe besoj që u mirë pritshëm nga të tjerët kur e vendosa me alon emrin artiste, shumë mu ka përshtat, besoj që po. Po më vje mirë shumë, unë para se të filloj për fondacionin, unë du pak një tregim të vogël për se kush është Arta. Unë e di që vjen nga një familje shumë e madhe, që jeni një me familje artistësh, jetoni në Halifax, jeni me përjardhe nga Kosova, nga Prlepnica e Gjilanit, po babi është piktor, edhe Tringa, motra e vogël është këngëtare, po Arta në vete është edhe gazetare. Kur ka fillu Arta gazetarin që të miret, se jeni edhe familje shumë aktive në komunitetin shqiptar në Halifax, kur Arta filloi të bëhet një gazetare cila punon për CBC në Sadion? Unë gazetarin kja kom fillu pak ma vonë në moshën e 20-ta, por me shkrim unë jam marrë shumë herët, më besoj që edhe në Kosovë jam marrë me shkrime me aktivitete, edhe si fëmi, familja jam krejt mirëshin me muzikë, në për koncerte, unë më shefsha me një qash të shkru, edhe në Halifax kur edhe si refugjate nga Kosova, ka marrë pjesë në shumë aktivitete për drejta të njeriut, edhe ashtu në moshën 15 vjeçare kam qenë prezente në Hollywood në një konkurs të shkrimit, e cila u pata dekoru me disa çmime, dhe mandej pauzë normal, martesa, fëmija, këto gjana, dhe pak ma vonë tani mes viteve të 20-ta, atëherë fillova me marrë seriozisht këtë pasion, dhe fillova kolegjin e gazetarisë në Halifax, punova në CBC, CTV, dhe tani mas mramti kam punu për CTV National News, për CTV News Channel si shkrimtare. Momentalisht nuk jam të punu, e kam ndërprer atë pozit, shkako që ishte remote gjatë Covidit dhe nuk mendoja që me lon Halifaxin për Toronto, edhe pse më pëlqen Toronto me ardhur për vizit, e kam motrën këtë, më pëlqen qetësia e Halifaxit. Unë e di që Halifaxi ka qetësi, po do ishte një prurje e mirë për komunitetin shqiptar që nëse vendosni të vini këtu. Po, edhe shumë thojnë Arta, kjo është vendi për ty, se normal, për art, për kulturë, besoj që ka ma shumë opsione. Edhe komuniteti është më i madh. Edhe më i madh, por ta shohim, nuk i dihet. Mirë, Iliriana, për momentin je kryetare shoqatës kulturore Kosova në Montreal, e di që je një aktiviste komunitare, po edhe je nga zona me prejardhje, nga komuna Gjilanit, njëjtë si është edhe Arta, unë jam afër juve, që quhet zona Ana Moravës,
Si pa termin ai kushia Baci Shabana. Baci Shabana. Ishte një omar i ta më artës për punën diçka një omar që pastaj Liliana bëri një buzëqeshje me Bacin Shaban. Liliana, kur keni filluar t'jeni aktive në komunitetin shqiptar në Montreal? Faleminderit spari për ftesën Gjemi. Para se të filloj, dua të bëj një përmirësim të vogël. Emri i shoqatës të cilën unë e drejtore është Shoqata Shqiptare Kosova në Montreal. Shqiptare, kërkoj falje. Ka problem, sepse jemi 2 shoqata, kështu që kemi bashkëpunim të mirë, por shoqata që unë drejtoj është Shoqata Shqiptare Kosova në Montreal. Në Montreal. Sa kohë keni filluar t'jeni aktive në komunitetin shqiptar në Montreal? Ka përafërsisht 1 vit. 1 vit. Që jam aktive. Tash je edhe kryetare e shoqatës, apo? Po janë 2 shoqata atje. Po është shoqata kulturore, në fakt ishin 3, tani janë 2, shoqata kulturore shqiptare dhe shoqata shqiptare Kosova Montreal. Shoqata kulturore shqiptare është duket Julinda Basha. Po është Julinda Basha. Edhe kam dëgjuar që e keni një bashkëpunim shumë të mirë. Po fatmirësisht kemi një bashkëpunim shumë të mirë. Më vjen shumë mirë. Po si erdhi te bashkëpunimi për fondacionin, se di unë në bisedat që kam pas me Artën më herët që kjo ka kontaktu gjitha gratë, gjitha ato cilat janë të angazhuar për momentin, po nga qytete ndryshme, në publiku du të di, Kanadaja është një shteti 2 më i madh në botë, edhe është hapësinë shumë e gjatë, Halifaxi është 2 orë gjysmë me aeroplan nga këtu, po si filloi kontakti i parë kur Arta u afrua, si e pritet ju? Kam pritur shumë mirë, faktikisht unë edhe Arta kemi qenë në kontakt edhe shumë më herët, edhe prindërit e tanë janë shoqëri, njihemi familjarisht kohë gjatë, por nuk kemi parë personalisht asnjëherë. Kemi komunikuar përmes rrjeteve sociale gjithmonë, kemi mbështet njëna tjetrën. Jemi këshilluar për gjithçka, kjo me mua, me këtë, dhe e kemi pasur kemi një energji që shkon me njëna tjetrën, edhe ka funksionuar shumë mirë, edhe idetë na janë përputh, kështu që kur më ka propozuar ta me qenë pjesë e fondacionit, kam pranuar me shumë kënaqësi. Bravo Arta. Edhe më duket që edhe më fal që po ndërprej, kam nderin të jem pjesë e fondacionit Artis. Kjo është fantastike, edhe unë jam shumë i lumtur që je aty, se është një prurje shumë i mirë për fondacionin, po Arta kur kem folur në fundit ke thonë që mundosh ti përfshish gratë nga gjitha trevat shqiptare. Mundohem, por unë kam qef dëshirë me i përfaqësu gratë të cilat përputhen me misionin ton, mos me diskriminu, ndoshta nuk e di është fjala korrekte në këtë rast, nga rajoni i cili vjen, por për mu është më rëndësi gratë të cilat janë pjesë e fondacionit që ta kenë vizionin e njëjtë, pasionin e njëjtë, edhe të përputhen me misionin që e kemi na. Mirë, flasim pak për misionin e fondacionit, lutem. Po, misioni jon është për me i dhonë grave, të gjitha grave fuqi që të flasin ato për... Ke një zë, si thojnë, po, me pas një bazë të fortë, një zë të fortë, duke përdorur kreativitetin e tyre, sepse unë, si që tha më herët, e kam pas një privilegj në jetë, fakti që ka marrë nga një familje e cila e kupton artin, edhe shtylla më e madhe për mua në jetë ka qenë babi im, i cili më ka shty që t'jem gazetare, që t'jem shqiptare, se e ka pa ato ndoshta my passion, e ka pa pasionin tim. Por unë e kam kuptu që të gjitha gratë dhe vajzat nuk e kanë atë privilegj në jetë. Dhe unë mendoj që është shumë rëndësi të jetë një fondacion që jep grave za dhe mbështetje kur vinë ato që të fillojnë një jetë në të re, si shteti që është si Kanada, qoftë në mënyrë si emigrante, qoftë si refugjate, por duke punuar në CBC dhe CTV, për marrë shembull, kur pata fillu punën në CBC, unë ishte këtë u pata ngëzu edhe aty punëtor tjerë, të gazetar tjerë, se isha e vetmja e huja që punajja. E vetmja këtë qenë? E vetmja.
edhe aty e kom pa që nuk është që kanadez i refuzojnë, por fakti është që të hujt nuk e kanë guximin se mendojnë që ato mundësi nuk ekzistojnë për ta. Dhe fondacioni jonë, unë dhe këto gratë të cilat jam shumë e lumtur që janë përgjigj të jenë pjesë e këtij misioni tim bashkë me neve, gratë të cilat për ditë me idetë e tyne veç manitin janë shumë dedikume, e kanë një pasion vërtet shumë të veçantë. Ne domi që me ju dhonë mundësi grave me besu që pavarësisht çfarë të kalume ke, pavarësisht çfarë arsye të ka pru ty me orën kanot, qoftë lufta, qoftë për një jetë më të mirë, qoftë drejtimi seksual, për shembull, qoftë mënyra tjera në jetë, refugjat që vinë kanad për drejtat e njeriut, është arsyeja numër 1 pse Kanada zgjidhet si një vend për imigrim. Atëherë ne kemi dëshirë mu konë një organizat që është aty për të gjitha zërat e grave, pavarësisht çfarë situate vinë ato, dhe me përdor mënyrën artistike dhe mënyrën kreative me i dhona atyne liri me shpreh vetën. Qoftë dizajn, qoftë shkrimi, qoftë muzika, besoj se asgjë nuk të shëron më shumë se arti, se mënyra artistike, dhe kjo është një misioni jonë, edhe Iliriana ka provojnë muzikë, vjen nga një familje me histori të muzikës, kam asistentja jonë dhe storytelling coordinator Belinda Laho, një vajzë që ka kontribu shumë dhe përgëzojmë. Ka kontribu jashtëzakonshëm, por ka edhe pasion artistik, dhe ato janë dhe kena gradet të tjera si Shkëndije i Bishi, cila shkrimtare, pra të gjitha gratë në grupin ton i kanë 2 ambicie të përbashkëta me mu dhe fondacionin tim të artit dhe të social change. Sa gra janë të angazhuar? Falë që të brejt, lutem. A i kena numra. Tani jemi 9, me fluturën që u bashkua tani. 9, po me emra si janë? Do vazhdoj Liliana mi thua disa emra. Patjetër. Nëse harron ata që i diri tashmë, pastaj është Belinda Lahu, Blerina Ruka, është Eda Begini Cini, Eda Begeja Cini, për ndryshe Venesa Sulimane, edhe Flutura Mazreku, nëse harova dikënd, nuk më kujtohet. Arte? Kena hala. Shkëndije i Bishi, edhe është Arnisa Morina. Edhe Shkëndije kush? I Bishi edhe Arnisa Morina. Arnisa avokatja, po. Po. Edhe nëse e kenë mi harun a i kanë, kërko mi falje. A është Belinda atje me listë mbrapa të Ervinit? Ervin, ta jap listën Belinda? Arvigët Belinda? Në virgët. Unë i përgëzoj të gjitha këto gra që janë angazhuar, dhe unë bide pata rastin të kem në intervjist këtu më herët Edlira Begeja Cini, që është një aktiviste jona komunitare, edhe ne përgëzojmë, por ishte këtu edhe Blerina Ruka nga Montreal Albanian Montreal Press. Unë i dëshiroj të gjitha këtë në grave, një mbarësi, edhe është një ndjesi e mirë kur mbledhen gratë, se kur mbledhen gratë tona, vajzat tona, si thojnë Ervin, qika tona në Kosovë, thojnë, se Ervini mund të thret o bac. Kur nuk më thënë në telefon Gjemi, dhe o bac, ku i o bac? Edhe pse është pak më i vjetër se unë ja 2 ditë duket, po unë jam shumë i lumtur për angazhimin e tyre, edhe besoj Arta që do të ketë mundësi të zgjerohet fondacioni, besoj. Është mundur, diçka është mundur, për momentin për the board of directors, më shumë se 10 persona,
legalisht Nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë dhe nuk është lejume, por kemi mundësi që me pas vullnetar dhe kemi mundësi me pas edhe një këmëri të cilit e kemi plan me formu një këmëri. Që zhërot grupit vinë më shumë gra. Po ashtu kemi plan edhe me pru edhe një mashkull, se misioni jonë përfaqëson edhe mashkujt. A, ka mundësi të kem aty? Ti jo. Pse më a duhet në aplikime, qa duhet? Aplikimi, po, preferohet aplikimi. Dhe arsyeja është se unë po flasë mënyrën si josione, kur thëmë unë thëmë mënyrë si fondacionit. Po, e kuptoj. Dhe misioni jonë është që ne besomi që suksesi i gruas në varet jo vetëm nga ajo dhe nga gratë e tjera, por suksesi i gruas mbaret edhe nga mbështetja e burrave, qoftë babai i saj, qoftë burri i saj, qoftë vllau apo shoku ose në punë për shembull menaxheri i saj e të tjera. Ose ndaj mentor, për shembull, unë kam pas një kur isha në kolegj, profesori jam, tha Arta, tha nuk kam qef mi dhën komplimente me bë zgjedhje ndaj studentave, por kur s'më me jetu nëse sa thëm këtan këtë ty, shpresoj që ti kur nuk i mundal në këtë drejtimin tënë se ki një vizion kur i tregon të storit, i tregon edhe hiq pa fol. Se kur i bëjë në, për shembull, kur i mërësha me bo dokumentar, mënyrë vizuale, i tregoj isha. Dhe, për shembull, ai ka qenë për mu një mashku, profesor, i cili më ka shty. Po, e kom pas bëjme tjera. Dhe për ata për lidhi këto që roli i meshkujve është shumë i rëndësishëm në suksesin e gruas. Po tash po pëlqen se më thash mendova mos po na harroni me Jo, se ndonjëherë edhe shpesh herë kur njerëz shohin një organizat të grave mendojnë kundër burrave, por ne domi burrat mi ftu më kom pjesë e jona, më kom pjesë e diskutimeve tona, më kom pjesë e paneleve tona, se çfarë mundemi bashkarisht me ndryshu për gratë, me ju dhonë mundësi më shumë se kur gruaja ka liri të gjithë fitojnë. Atë e kemi pa nga suksesi i grave si në botë, e kemi Dua Lipën, e kemi Rita Ora, kemi dizajnere të tjera të cilat kemi edhe gratë shqiptare të cilat janë nominu për çmime Nobel, dhe ato kanë arrit atë sepse dikush në jetë saj, muj me ta edhe garantu që ka qenë një mashkull në jetën e saj, i cili ja ka dhonë lirin, i cili nuk ja ka mbaj pengël lirin. Dhe kjo është për neve shumë rëndësishme me i pru burrat në diskutimet e tona, me pas një hapësirë të hapur, kur sepse ne duhemi burrat me kuptu botën tonë, por edhe na domi me kuptu çfarë gratë duhet me bo ma shumë, për me pas një tardhme ma mirë, për me pas hapësirë ku gruaja ka liri me dalë në koncerte, si këngëtare nëse është ajo këngëtare, ku gruaja ka liri me qenë shkrimtare, për shembull, ose gazetare, sepse është në jo të gjithë se na shqiptarët e kemi një tradit ku artin e kemi në gjak, kulturën e kemi, muzikën, por është edhe një tabu kur gruaja mirët me art, me kulturë. Sidomos kur je nan, unë kam pas edhe provoja personale kur njerëz ka thonë s'më nështi me qenë nanë e mirë, se po mirë shumë me shkrime, për shembull. Ama unë mendoj ti je vetëm një nanë ma e mirë, kur mirë është me atën shka e danë,
sepse atëherë je më e lumtur edhe vetë si na mu djemtë me kur punojsha në CBC edhe promën programin djali më shkruaj ke mam mos e bë nervoz ade mos ki stres unë besoj në ty besoj që gjithçka ka më shku në rregull dhe i shafon e djemt e mi si sillen kur më shohin mua si gazetare si në çdo aktivitet që kam ata mburren me mu edhe kanë qef më marr pjesë mundohen me ma gjetë ndaj tregim djali jem i dyti është pak si unë edhe ka shumë pasion për social change, për ndryshim shoqëror, shkon në shkollë, i ka zënë mësuesve edhe i lëshojnë dokumentarët e mia për shembull që i kam punuar në klasë. Pra nuk të bën as pak nën ma e keqe, as apo ma të dopt, pse mirë është me pasionet e tua, dhe kjo është një mesazh ne që domi me kanë edhe diçka me bon një farlloj ndryshimi se gratë sidomos nanat kanë rezistencë kur ato mirën me gjana kreative. Sepse ende është tabu edhe pse jemi një popull që me gjenerata me besoj që e kemi artin gjak kultura shqiptare muzikën këto na shkojnë jemi very creative dhe popull dhe e kemi pa mbas përfundimit të luftës së Kosovë e kemi pa ajo liria grave ju ka sjell mundësinë me qenë kreative dhe ne domi veç me i vëdhon pak hapa përpara. Po. Iliana, besoj që për krajën e ke shumë bashkëshortë të thonë që nuk mundet ndryshe nëse një grua nuk e ka për krajën e bashkëshortin këtë rast. Na flet pak për burrin tonë, lutem. Po, shumë e vërtet këtu desha edhe unë të lidhem, siç bisedum edhe më herët, edhe me Arton e kam cek disa herë. Jam shumë falenderuese ndaj bashkëshortit tim dhe familjes time që gjithmonë domethënë përkrahin për gjithçka. Është shumë e vërtet një grua nuk mundet nëse nuk e ka mbështetjen e partnerit, sepse shumë herë na duhet edhe të udhtojmë, për shembull nuk jemi prezente, kemi angazhime të ndryshme nëse nuk ekziston kjo do me thënë, në familje, harmonia dhe përkraja, atëherë është e pamundur, do me thënë, suksesi. Art më gëzove, unë menova vesh gratë ju mledha aty, jo, kena me në shokë burrat, kështu nëse më lejoni, ta po. falenderoj publikisht Arbenin bashkëshortin tim, që më përkrah gjithmonë dhe është me mua aty ku kam nevojë. Edhe përshëndesim Arbenin, e falenderojmë gjithsesi, më fal lutem vazhdo. Edhe siç thash, edhe për shkak ndoshta me tregu se për një me kur shumë njerëz kur ndëgjojnë një organizatë grave, automatikisht mendojnë kundër burra. Jo, bën shaka. Jo, nuk po them personalisht për ty, po in general, in general është një ndjesi e tillë se jetojmë me një kohë që është një udhëtim i madh. Na domi miftu burrat me qenë pjesë e jona, pjesë e diskutimeve të tona që me bën një zgjidhje për të ardhmen, për një të ardhmen më të mirë, që se për shembull, pse jo? Është 2025 edhe është e ardhmja, është ku është vendi ku në këtë tavolinë jemi ne dy fena, po edhe ti një mashkull. Ne kemi drejtën të jemi bashkë. Unë si Arta, nuk mendoj që mundemi më konë në çdo nivel të barabar, por si thonë kanadezët, ne kërkojmë drejtësi, fairness, ajo është dallën nga barazia. Plani për një projekt tash ose se vetëm sa o zyrtarisht u zyrtarizua mbram në konsullatin e Republikës së Kosovës, e falenderojmë në konsullin për mikpritjen, zotri Kadri Dakaj, dhe stafin, fitoren dhe gjithë tjerët aty, është Alma Stafa, është Sedat Borniku, i falenderojmë përzemërsisht. Çka ka ta shtutje në projekt që mendoni ju dhe të bëni? Konkretisht. Po. Së pari, ne jemi duke punu momentalisht për themelimin e The Artista Foundation Scholarship. Është një bursë i cili do u jipet grave dhe vajzave shqiptare të cilat kanë dëshirë
të shkojnë të mirën me art, muzikë, me ndonjë expressive, creative field. Pra, Në i fush kreative, kudo që i përshtatet ajo. Me ju dhonë mundësi. Në këtë program do ta kemi një këshilltar i cili apo e cila do t'i marrë aplikacionet dhe edhe në mënyrë zyrtare me zgjedh atë vajzë apo atë grua e cila e meriton. I plotson kriteret. Mas asajna ne jemi duke punu në një projekt të fushës kreative bashkë me një ndryshim shoqëror. Nuk do me shpalu gjithçka. Je di që jemi në fazën fillestare, por s'paku hapin e parë. Por besoj që kena me pru gjana të mira me vajzat, me gratë në grupin ton, dhe besoj që kemi me pas sukses, do mundomi me pas sukses dhe po mundomi për të mirën e komunitetit ton, me bën një ndryshim për të mirën dhe më kon atë, mi dhon hapësirë, më kon vetvetja, më kon autentike, gratë. Unë e shoh artist fandeshës si çdo OJC tjetër, kushdo që mundohet për komunitetin ton, është një gur i mirë në kalan ton. Edhe unë i përshëndes gjithë ata cilët kontribojnë për të mirën e komunitetit ton. Gjithë ata vullnetarë, unë edhe Rvini gjithmonë ke folur që në tek se kem aktivistin komunitar, sepse koha jonë është e shtrenjtë edhe ata cilët vendosin të japin një kontribut duhet vlerësohen. Unë me këtë rast jam shumë i kënaqur i lumë të qini këtu, edhe isha dhe mbram kaluam shumë mirë, por dua një mesazh rinis, ata cilët të afrohen, të jep një liran të vazhdoj me ty, pastaj do vazhdoj me artën, lutem. Ka problem. Mendoj se mesazhi më i mirë për rinin do ishte që kur mos heqim dorë nga ajo që duam. Domethënë ajo që kemi thellë në vete, si ata që kanë shpirt artisti, sportistja, po sidoqoftë, mendoj sidomos për femrat, domethënë pasi që jemi këtu dhe po flasim për fondacionin artiste, unë jam vetë një nën, siç e cekëm edhe më parë me një prapavi, domethënë artistike, unë vetë kam hequr dorë pak a shumë nga ajo profesioni im, jam marrur qysh nga fëmiria, kam qenë në skenë qysh nga mosha 5 vjeçare, domethënë, edhe erdhi një periudhë kur u martova edhe ndërpreva këtë, kështu që ndoshta do të i ke dedikuar familjes tënde atë që duhet. Edhe kur ka arë momenti ke thona diçka, tash është koha të vazhdoj prapa angazhimin. Jo se më ishte ndaluar, jo se më ishte privuar, ka qenë vendimi joti. Edhe familja është në shekull të përgëzoj për këtë. Kështu që pavarësisht asaj, unë kam gjithmonë në mendje dhe në zemër muzikën, edhe mendoj se ndoshta në të ardhmen e afër do vazhdoj të bëj diçka, thjesht për veten që të ndihem më mirë, kështu që mendoj se nuk du të dorëzohemi asnjëherë dhe të vazhdojmë për ato që kemi në mendje dhe në zemër. Arta? Mesazhi im është pak i ngjashëm, por unë besoj që mos heq dorën nga vetvetja, kush je ti në mënyrë autentike, çfarë do është, dhe mbështetni njëna tjetrën, gratë, vajzat. Për shembull, ne e pam prom në hapin ton fuqinë e grave. Kur gratë mbështetin njëna tjetrën, kur gratë punojnë së bashku, ne e pam prom një rezultat të bukur, i cili nuk ishte punë vetëm Arta, po vetëm Iliriana, po ishte një punë kolektive, e cila ishte diçka shumë e bukur, besoj, që ju ka pëlqyer dhe juve, dhe ne kemi qef njerëz me thonë, këshëri këto, sa mirë, po punojnë bashk, dhe me qenë një mesazh pozitiv për gjitha gratë, që se ndonjëherë është kultura që gratë s'mujnë me punu bashkë tjera, por
ne jemi një shembull, për shembull që mundemi me punu bashk dhe shpresojmë që t'i inspirojmë edhe gratë të tjera të punojnë bashk në lamit e tyre, sepse për 5 minuta gratë mu qënë të fillun në ndihmun edhe hiq pa u kon antare të grupit tonë, për shembull. Edhe jemi shumë falimderuese për ato, por gjithashtu edhe për mbështetjen madhështore të Kadridakaj, të gjithë konsulatës së tij, edhe siç thash më herët, ne kemi nevojë për mbështetjen nga burrat, nga liderët meshkuj, dhe ishte një mbështetje madhe nga ai, po ashtu edhe nga ambasadori i Republikës së Kosovës që ishte prom aty, edhe nga ambasadoria e Shqipërisë. Po. Kështu që jemi shumë falimderues dhe shpresoj që nuk do t'ju dështohemi. Unë e falenderoj gjithashtu, mos të harrojmë brami ishte ambasadori i Republikës Kosovës, zotri Adriatik Kryziu, dhe ambasadori i Republikës së Shqipërisë, zonja Artemis Malo. Më kam përkrahur dhe mua, i falenderoj shumë, por unë dua t'ju them diçka që Albanian Oda Podcast, apo Oda jonë është e hapur për ju, për misionin ju, kudo që ka mundësi të ndihmojmë, ne jemi aty për ju, edhe unë ju falenderoj shumë që gjetet kohë erdhët na nderuat sot këtu, edhe shpresoj që do bashkëpunojmë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Kemi pjesë e Albanian Oda Podcast. Edhe pa ashtu suksese edhe juve, dhe peshof që ambienti shumë i bukur, edhe ju përgëzoj, ju uroj suksese. Jemi të lumtur kur shohim shqiptar këtu në Kanadë që marrin iniciativa të tilla sikur kjo. Faleminderit shumë, respekt. Ja kaloshi bukur dhe shumë suksese, ha. Faleminderit. Faleminderit.